Një gjë dua t'u them që në fillim miqve intelektual që shkruan një letër për të mbyllur derën sharlatanëve. Kjo që keni nisur, kjo është punë e kot. Sharlatanët që thoni ju këtu do t'jenë, ndoshta edhe kur ju nuk do t'jeni. Sharlatanët janë të përjetshëm dhe të përbotshëm, ndoshta ata që ju i lini pa emra, por ju thon këta sharlatanët, të lidhur do t'jeni sa t'jeni. Mbase edhe mund të bashkëekzistoni me kënaqësi. Kote patët këtë prallë. Pralla ishte kjo. Disa njerëz të zakonshëm marrin penën e shkruajnë ose marrin rrugën dhe dalin në ekran e flasin për historinë dhe për gjuhën. Historinë e ngatrojnë, ndërsa gjuhën e katranosin, po kështu është. Këta duhen zhdukur të mos na dalin më parasysh. Kam frikë se me këtë thirrje ju të dashur intelektual, i zgjuat sharlatanët dhe i bë të fluturojnë në tufa. Sharlatanët që po thoni janë si thellëzat e dushkut, i zgjon prej këtu, por ata shkojnë e fshihen dhe shumëzohen në një lisnaj tjetër. Këta do me thonë njerëzit si shpend të shumëzueshëm, por që po quhen sharlatan, këta shkojnë në një ekran tjetër, ose krijojnë ekrane pafund në internet, në Facebook, në Instagram, në X. Dy raste njohim që sharlatanët u ndaluan. Rasti i diktaturës në Shqipëri dhe rasti i Europës para shekullit 16. Në kështjellat e Europës ishin mbyllur të marrët, por kur u liruan u kuptua se ishin magjepsës. Marzia magjeps, ka thënë filozofi Arthur Schopenhauer. Tani nuk po ndajmë dot cili magjeps më shumë, grupimi juaj saktësisë precize apo sharlatanët që thonë çfarë u thot mendja. Në fundit edhe ata u bën ashtu sharlatan duke dashur t'ju ngjajnë ju. Do me thonë duan t'jenë dikush të shkruajnë, të publikojnë, të dalin në televizion. Është në natyrën e njeriut që të ngjajë te dikush e të provojë. Ju e nxorët emrin në libra dhe ekrane televizori dhe ata deshën të bëhen të famshëm si ju. Por me mënyrën e tyre, ata fituan më shumë klikime, ju mbetët mbrapa, atëherë cili peshon tjetrin? Gjithnjë kështu ka qenë, jo vetëm sot kur ka klikime. Kam dy ngjarje nga përvoja ime në media. E para në selitë e redaksive të gazetave kryesore të Tiranës, në vitet para 90, redaksia ishte në katin e 4 me shkallë ngjitu. Mbrëmjeve vonë dëgjoheshin ca hapa që çapiteshin ngadalë dhe me ndrojtje. E dinim se një nga ata ishte. Ata ishin një bezdi për ne, i quanim edhe budallenj. Vinin e sillnin nga një cop letër për ta botuar. Ndonjë prej tyre edhe mundi të botonte shkrime, sot është me emër. Mediat kështu janë si mjalti për këta njerëz që duan të kenë emër. Ngjarja e dytë me dy burra me të njëjtin emër, Spiro, të dy nga Gjirokastra. Spiro Kufo kishte qenë korespondent i Zërit të Popullit në Gjirokastër, por tani e kishin sjell në redaksi. Spiro tjetër ishte Kiço Thanas Spiri, që njihej vetëm si KT Spiri. Shkruante vjersha, shkruante pafund. Shoku i tij Vigjilis Kufo nuk po ja botonte, pra i kishte mbyllur ekranin. Një ditë në redaksi, posta sjell një thes të tërë me letra në adresë të Spiro Kufos. Në shpinë të thesit shkruhej këto vjershat, KT Spiri shkroi që ti lexoj, ti korrektoj dhe ti botoj, truthari Spiro Kufoj. Atëherë, si mund të ndalet tufa e këtyre njerëzve në redaksitë e mediave? Ata janë kudo e kudo, a ka mënyrë të thyen të gjithë ekranet? Ndoshta kjo është zgjidhja, por them se edhe në përciflat e qelçit të ekraneve do të ketë si sharlatan ashtu edhe intelektual. Më vjen në mendje rreziku i kundërt që një ditë sharlatanët të kthehen në zot të ekraneve dhe të mos lejojnë të vinë historianët dhe gjuhëtarët preciz. Po të shpatët me ta aderzi precizioz, që kurse e kërkoni botën vetëm precize, që këtu nisin dyshimet. Nuk dua të dyshoj për shkak të konkurrencës apo xhelozisë suaj ndaj atyre. Edhe mund të jetë kjo arsyeja, sepse ata kanë më shumë popull me vete. Popullit mjaft i thuash se kur ishe ti, gjerman e grek vareshin në përpem dhe u bërej madh. Një ditë populli këta historian mund t'i zgjedh president. Këto shenja i ka dhënë populli dhe ju e dini nga shkencat humane se populli nuk gabon kurrë. Ju e dini veten si Franz Kafka, se Kafka e krijoi majmunin akademik, por e la vetëm e kaq te majmuni nuk shkoi te sharlatanët. Majmuni i Kafkës një ditë e tradhoi tufën e tij dhe u bë majmun akademik. U betua se nuk do të mendonte më me stomak si të tjerët, por prap majmun mbeti, veç se e krijoi Kafka si për ironi ndaj jush, shkruan Frokçupi.